Pa kërkuar përgjegjësi, Shqipëria mbetet peng i vetes. Në Shqipëri flasim shumë për padrejtësinë, por kërkojmë pak përgjegjësi. Ankohemi për rendin, por heshtim përballë policit që shkel ligjin. Çajm për arsimin, por nuk kërkojmë llogari nga mësuesi, drejtori apo ministri. Vdesim nga mungesa e shëndetësisë dinjitoze, por e pranojmë si fat korrupsionin, neglizencën dhe arrogancën mjekësore. Mallkojmë qeverinë, por opozitën e lëm të bëjë turizëm politik pa dhënë asnjë alternativë reale. Këtu qëndron problemi themelor i Shqipërisë, mungesa e kulturës së kërkimit të përgjegjësisë. Pa përgjegjësi, shteti është një dekor i shtrenjtë. Institucionet shqiptare ekzistojnë më shumë si tabela në hyrje godinash sesa si mekanizma që shërbejnë qytetarin. Kur policia gabon, justifikohet. Kur arsimi dështon, relativizohet. Kur mjekësia vret nga neglizenca, mbulohet. Kur qeveria abuzon, fshihet pas propagandës. Kur opozita flet gjumë, shpërblehet me mandate. Dhe qytetari? Qytetari është bërë normalizuesi i krimit institucional, sepse kur nuk kërkon përgjegjësi, ai bëhet bashkëfajtor. Jo ligjërisht, por moralisht. Dhe morali një shoqërie është themeli i shtetit të saj. Rendi, ligji nuk zbatohet me uniform, por me llogaridhënie. Policia nuk është e shenjtë. Ajo është shërbim publik. Dhe çdo shërbim publik duhet të jap llogari. Në Shqipëri, policia shpesh sillet si autoritet mbi ligjin, jo si zbatues i tij. Dhunë, selektivitet, bindje politike, heshtje përballë krimit të fortë dhe trimëri ndaj qytetarit të thjeshtë. Pa qytetarë që kërkojnë përgjegjësi, policia nuk reformohet kurrë. Sepse frika e vetme që funksionon në një shtet ligjor është frika nga llogaria, jo nga grada. Arsimi, kur mediokriteti shpërblehet dhe cilësia ndëshkohet. Sistemi arsimor shqiptar prodhon diploma, jo dije. Mësues të paformuar, drejtor partijak, universitete që shesin iluzione dhe një ministri që flet për reforma ndërsa fëmijët dalin analfabet funksional. Prindërit heshtin. Studentët përshtaten. Pedagogët e ndershëm izolohen. Dhe sistemi vazhdon. Sepse askush nuk kërkon përgjegjësi reale. Sepse askush nuk thot, pse fëmia im nuk mëson. Mjekësia, kur jeta varet nga zarfi, jo nga betimi. Shëndetësia shqiptare nuk vuan vetëm nga mungesa e fondeve. Vuan nga mungesa e etikës dhe ndëshkimit. Mjek të shkëlqyer ekzistojnë, por sistemi mbron të këqinjtë dhe i lov të mirët. Gabimet mjekësore mbulohen. Vdekjet justifikohen. Denoncimet heshtin. Familjarët dorëzohen. Dhe kështu jeta e njeriut bëhet statistik, jo përgjegjësi. Qeveria, pushteti që nuk pyetet, kthehet në arrogancë. Çdo qeveri që nuk kontrollohet abuzon. Kjo është ligj historik. Shqipëria nuk bën përjashtim. Premtime boshe, projekte pa transparencë, korrupsioni sofistikuar dhe propagandë që mbulon realitetin. Por qeveria nuk do të ishte kaq e paprekshme nëse qytetarët do të kërkonin llogari çdo ditë, jo vetëm një herë në 4 vjet. Demokracia nuk është votë. Demokracia është kontroll i vazhdueshëm. Opozita, kur mungesa e përgjegjësisë është edhe më e rrezikshme. Një opozitë që nuk jep alternativë është po aq e dëmshme sa një qeveri e keqe. Në Shqipëri opozita shpesh kërkon pushtet, jo përgjegjësi. Kritikon për kamera, por nuk ndërton. Denoncon, por nuk reformohet. Dhe qytetarët e pranojnë këtë mediokritet politik si normal. Qytetari shqiptar, hallka që mungon. Problemi më i madh nuk është politika. Është qytetari që është mësuar të thotë. Çfarë të bëjmë? Ky vend nuk bëhet. Janë të gjithë njësoj. Kjo është dorëzim. Dhe dorëzimi është ftesë për abuzim. Një shoqëri që nuk kërkon përgjegjësi, nuk meriton drejtësi. Jo sepse nuk e dëshiron, por sepse nuk e mbron. Konkluzion, Shqipëria ndryshon vetëm kur qytetari ngrihet. Kur qytetari kërkon llogari nga polici, mësuesi, mjeku, ministri dhe deputeti, atëherë shteti funksionon. Kur hesht shteti kalbet. Nuk ka reformë që zëvendëson përgjegjësinë. Nuk ka lider që shpëton një popull që nuk kërkon llogari. Shqipëria do të ketë drejtësi, arsim, mjekësi, qeveri dhe opozit vetëm atëherë kur qytetari të ndalojë së qeni spektator dhe të bëhet gjykatës moral institucioneve të veta. Sepse pa përgjegjësi nuk ka shtet. Ka vetëm një sken ku pushteti luan dhe qytetari paguan biletën.